Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një lug vaj ulliri esëll para gjumit dhe trajtoni menjëherë këto probleme. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi lineolik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyrat esenciale për një shëndet më të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gjedhra, në sallata, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini një lug vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Sipas Elit.com do të rendisim disa nga përfitimet që ndodhin trupit nëse e përdorni këtë vaj në këtë mënyrë. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose vuani nga shqetësimet e konstipacionit, atëherë duhet të provoni trukun e mëposhtëm. Të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qeliza dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqem fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose kombinuar me të kuqen e një veze, pure karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të marrë ndryshimet e para. Mëlçeja është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyra, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale të tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A dhe beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimet ose janë prodhuar në aparatin tretës. Ekspertët citojnë se çdo organ tjetër dhe mëlçeja kanë nevojë për detoksifikim. Përzierja e një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe një lugë gjedhe me lëng limoni në ditë dhe pirja e saj esëll do të ofrojë përfitimet më të mira kundër këtyre shqetësimeve, të cilat kalojnë edhe me më shumë probleme. Vaji i ullirit asesi nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos të personave të prekur nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuar me vaj ulliri, pasi ul nivelin e kolesterolit dhe balancon nivelin e glukozës në gjak. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitimet maksimale dhe njihuni në këtë video me përfitimet që vaji i ullirit do të ofrojë në trupin tuaj sipas Brightside nëse e konsumoni vazhdimisht. Vaji i ullirit përmban përbërës thelbësor edhe në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave të lëkurës. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral për lëkurën tuaj dhe mund të sjellë gjithashtu shumë përfitime duke përmirësuar pamjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit ju ndihmon të humbisni në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Ai është i mirë për trurin. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon në mbrojtjen e njerëzve që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëloni inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqimet e tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlojnë inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojnë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Ato përmirësojnë shëndetin e zorrës. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve.
Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatroni bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Vaji i ullirit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga shqetësimet e diabetit dhe mund të ndihmojë sidomos në këto raste duke përmirësuar kështu edhe një shëndet më të mirë të tyre. Ekspertët këshillojnë përdorimin e vajit të ullirit vazhdimisht në dietat tuaja, gjithashtu edhe për të përmirësuar imunitetin dhe për t'i sjellë trupit një sër vetishmë rrezlënëse. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes mund të zgjojë shëndetin e organizmit, t'i dhurojë trupit energji dhe të forcojë imunitetin dhe të sigurojë mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri. I pasur me vlera të larta shëndetësore, vaji i ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas kësaj vlerat që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë të mira dhe mirëbërëse për organizmin. Sipas të dhënave të siguruara sipas Brightside, konsumi një lugë e gjedhe me vaj ulliri ofron benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë këtu tensionin e lartë të gjakut, kolesterolin e të tjera. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar mirëqenien dhe për të parandaluar kështu një sër komplikacionesh. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vajit të ullirit në dietat tuaja, duke ditur edhe ndikimin pozitiv që ka në shëndetin e përgjithshëm do të kthehet në një aleat të vërtet për trupin. Një lugë gjedhe me vaj ulliri përmban vetëm 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e pangopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidant, beta-karoten dhe vitaminën E. Gjithashtu përmban edhe përbërës fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Por çfarë e bën vajin e ullirit më të mirë se vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me vendet që nuk e konsumojnë vajin e ullirit. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin nga zhvillimi i qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimi tregoi se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e problemit, vaji i ullirit kishte efekte krejt të kundërta duke pasur ndikime më të larta sidomos tek problemet e gjirit. Nga përbërësit e vajit të ullirit është oleokantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundjet e Alzheimerit janë më të vogla në vendet e mesdheut krahasuar me ato që nuk e përdorin atë, ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Organizuesit gjithashtu tregojnë se vaji i ullirit mund të ofrojë të mira për shëndetin tuaj. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trash. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe tristol. Ato ndihmojnë në shmangjen e problematikave të pankreatitit akut, që është inflamacioni i menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, nisja e ditës me konsumin e një lugë vaji i ullirit është një veprim ideal për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij energji për gjatë gjithë ditës. Sigurohuni të konsumoni vajin e ullirit ekstra të pastër dhe kujdesuni të siguroni jetëgjatësinë e tij duke e mbajtur atë në ambiente të përshtatshme dhe për të siguruar gjithashtu edhe një efekt më të mirë mbrojtës për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë që të paktën të konsumoni në ditë një lugë gjedhe me vaj ulliri për të marrë të gjitha këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.